Pastaj më erdhi një kërkesë nga Ministria për çështje fetare e Arabisë Saudite që pasi që kryeministrit i ka pëlqyer stenda e kaligrafisë dhe puna ime aty, ne jemi përkujdesur që dhe po dëshirojmë që njërin nga punimet tua nëpërmes imamit të Qabës t'i adhurojmë kryeministrit, pasi që ai do ta vizitonte kryeministrin Kurti. Dhe unë pastaj isha në një moment paksa të vështirë sepse nuk dija se çfarë punimi ta zgjedh. Përveç se ishte një moment me përgjegjësi, sepse do të përcillej një punim në një takim mjaft në nivel të lartë dhe përveç se unë do të mundesha ta zgjedhja ndonjë punim të bukur, e rëndësishme ishte që ta zgjedhja edhe një mesazh, një mesazh të rëndësishëm që do të përcillej nga imami i Qabës për te kryeministri. Dhe zgjodha një nga punimet me të cilën e kisha fituar vendin e dytë në një garë atje gjatë studimeve në Emiratet e Bashkuara Arabe. Përveç se ishte një shkrim i bukur, ishte edhe punimi ndoshta më delikat dhe një mesazh gjithashtu i rëndësishëm ku shkruante dituria është dritë ndërsa ignoranca është errësirë. Dhe kështu ndodhi, e morën atë punim dhe ja dërguan, do të thotë, siç e kemi parë në takimin e imamit të Qabës me kryeministrin, ja ka dorëzuar këtë punim. Nga se unë e dija paraprakisht se ky pastaj normalisht do të delte edhe në portale, në lajme dhe alhamdulillah doli gjithçka shkoi mirë. Ishën të kënaqur sikur organizatorët. Ka pas shumë kërkesa, saqë kanë kaluar edhe përtej prishmërive tona që kishim, sepse unë vetë se isha paksa informuar me pjesëmarrjen time në të njëjtin panajër që unë mbajt në Tiranë para një viti e gjysmë, mirë po nuk e kam menduar që këtu tek ne do të ketë më shumë kërkesa, më shumë sesa në Tiranë. Dhe doli që pavarësisht dy fish më shumë emra kam shkruar në Prishtinë sesa në Tiranë. Pastaj ne mundova që ta ndjeku një rregull që të mos u shkruajnë emrat atyre që s'janë prezent, vetëm atyre që ishin prezent, sepse me të vërtetë turma tek stenda e kaligrafisë ishte pothuajse vazhdimisht ishte aty një turmë dhe e lidhur vazhdimisht, nuk kishte pothuajse asnjëherë ndërprerje, që nga hapja e panajirit deri në mbyllje. Kështu që ne u përkujdesëm që t'ja shkruajmë emrat atyre që ishin prezent, mirë po dhe ju me porësi atyre, sepse kisha shumë kërkesa që t'u shkruaj edhe familjarëve të tyre dhe kështu me radhë.